Garoni për Partinë Demokrate. Çfarë ju lidh ju me Partinë Demokrate? Gjithat mirë dhe gjithat këqijat kam përshtypjen. Shiko, unë si shumë prej nesh në komunitetin tonë, kam qenë demokrat që nga kohë ka qenë Bill Clinton president dhe normalisht ai ndërmori veprimet që ndërmori ndaj luftës edhe probleme që patëm Kosovën në 99-ën. Por gjithashtu detyrimisht Partia Demokratike dhe Partia Republikane janë parti madhore. Përfaqësojnë secila gjysmën, presupozohet gjysmën e popullatës të Amerikës, që është 340 milion persona. Kështu që nëse do bëjmë atë llogarinë, edhe 170 milion njerëz të këtij vendi janë demokratë, janë asjellë gjithashtu janë republikanë, është e vështirë të mendosh që këto dy parti në mënyrë të përsosur përfaqësojnë opinionet e çdo individi që është antar i secilës parti. Në zonën tonë detyrimisht unë jam i opinionit që problemet që kemi janë të një natyre që nuk reflektohen kollaj nga partitë. Sepse nëse rrugët e komunitetit tonë janë të prishura, pak rëndësi ka kush i rregullon ato, demokratët apo republikanët. Rëndësi ka kush e bën atë punë. Dhe neve në një farë mënyrë flasim për rrugët, flasim për infrastrukturën. Çfarë na ka ndodhur është që të dyja partitë na kanë lënë mbrapa. Nuk është se njëra ka dhënë zgjidhje e tjetra nuk i ka dhënë zgjidhje. Ne jetojmë një moment historik, po jetojmë një moment të jashtëzakonshëm. Dhe unë jam e opinionit që momentet të jashtëzakonshme si ky ka nevojë për zgjidhje të jashtëzakonshme. Dhe momente historike ka nevojë për persona që japin vlerë aspektit dhe momentit historik në cilin jetojmë. Ti fole për Bill Clinton. Se unë ndjeve dje kur deponoi për çështjen e Epstein. Kjo po bëhet tragjedi mbarkombëtare për mos thënë internacionale. Edhe sa më shumë kohë kalon, aq më banale bëhet. Normalisht ne jemi shqiptar edhe vim nga një botë kuptim krejt ndryshe. Vlerat tona familjare janë tilla që nuk reflektohen nga këto realitete mondane me cilat po ballafaqohemi si kom. Për ne familja është e shenjtë, për ne komuniteti është i shenjtë, për ne aftësia për t'i dhënë mbështetje njëri tjetrit është e shenjtë. Dhe të kesh këto lloj akuzash, këto lloj realitetesh me cilat po ballafaqohemi, qoftë nga njëra parti, qoftë nga tjetra, qoftë nga një president, qoftë nga tjetri, është me vërtet allahtarshme, kështu që s'di çfarë them. Tash ti si ndjesh ti tani që jemi në një biznes shqiptar që kërkon të mbështes ty, kjo ka më rëndësi, por ajo pyetja tjetër ishte që i ndërguese. Ne sot jemi ke Nikos Import and Export, që unë i kam miq për kohë, zoti Koli Banaj dhe gjithë familjen Ivanaj, unë teknikisht jam i lidhur me ata familjarisht për arsye se jemi të martuar me ata, antar familjes time janë martuar me antar familjes tyre. I kam njohur për vitesh edhe para se të kishim këto lidhje martësore. Edhe ata janë njerëz mrekullueshëm dhe ky biznes është një farë mënyrë emblematik i gjithë bizneseve shqiptare në zonën tonë, në këtë distrikt. Ne jemi brenda distriktit për cilin unë përgaroj. Edhe në fund fare, kur bëra analizën në lidhje se ku do të shkoja, se çfarë pozicioni do synojja, kjo ishte një nga analizat që bëra. Sepse doja të përfaqësoja jo thjesht një vend kot. Doja të përfaqësoja komunitetin tonë, aty ku është komuniteti jonë. Komuniteti jonë është këtu. Mbështetja e familjes Ivanaj, mbështetja e Nikos Import, mbështetja e bizneseve shqiptare ka qenë ajo që faktori kryesor në suksesin e fushatës tonë deri më sot. Edhe ka përshtypjen faktori kryesor që do na japi zgjidhje dhe do na japi zgjedhjen e duhur kur dy fundi fushatës. Ne të urojmë si të gjithë shqiptaro-amerikanët fitoren, jo vetëm se ti je shqiptar, por me njohuritë tuaja, me aktivizmin tuaj e meritoni për të qenë në një pozicion të tillë që do t'i sjell nder, por edhe mirësi edhe komunitetit tonë dhe ju faleminderit për angazhimin tuaj. Faleminderit shumë edhe juve, faleminderit Televizion Shqiptar që është gjithmonë i pranishëm gjitha këto evente. Ju faleminderit. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, në këtë event fundraiser për Enis Nushajn, jemi në bizneset e një shqiptaro-amerikani, një aktivistit të quar komunitetit shqiptar me origjinë nga Malësia e Madhe, me zotin Kol Ivanaj, i cili po mbështet Renisin në fushatën e tij zgjedhore. Kol, si e vlerëson faktin që disa shqiptar janë aktivizuar për të zgjedhur dhe si duhet veproj komuniteti shqiptar për të arritur që këta të zgjidhen? Me të thënë të vërtetën se kjo është një jo vetëm kënaqësi, kjo është një krenari që të
të rinjët tanë sot po mërin të shkojnë në gara, për shembull si që janë këta të Rinis Nushaj, Suzan Shkreli dhe Robert Lgjuraj. Duhet t'i mbështesim, mbështetja jonë është shumë e rëndësi, jo vetëm me fonde ose me para, gjëja që është më kryesore është t'i mbështesim kur të vinë koha për të votuar për këta. Do me thënë duhet bërë regjistrimi, nëse je i takon Partisë Republikane, të regjistrohesh të shkosh në Partinë Demokrate vetëm për të votuar për shqiptarët ta. Shqiptarët duan që të mbështesin kandidatët shqiptarë, e pa ndodhur më parë deri tani 3 persona në zgjedhjet lokale, në zgjedhjet qendrore, siç është Roberti, apo Suzana si kandidate për sekretarinë e shtetit, një gjë mjaft e rëndësishme, një pozicion i dyti në radhë pas guvernatorit të shtetit. Por shqiptarët kanë një defekt, them unë. Nuk regjistrohen, apo mund të regjistrohen, por nuk votojnë. Cili është apeli juaj në këtë mes? Me të thënë të vërtetën se kjo është një problem që neve shumica e shqiptarëve nuk i napim rëndësi, do me thënë nuk e dim rëndësinë se çfarë do të thotë me votuar. Edhe te i kalohet kjo gjë, hajtë se vota ime s'do të bëj doj efekt, do i gjë diferente. Edhe kjo është i gjë shumë e gabueshme, do me thënë për mua më rëndësi ka të angazhohet votimi për këta njerëz se kanë edhe fondet, bashkimi i fondeve për këta njerëz. Pra më rëndësishëm është votimi drejt për drejt, më ndoni. Absolutisht. Votimi është shumë edhe ishte me kënë shumë e mirë që të bëhet edhe një angazhim, do me thënë, për shembull, siç e ka kjo Suzana Shkreli, kam mendua unë se bëhet në mars në Kobo Hall. Jam të menu me si kime kënë me organizu disa autobuza, të cilët njerëzit do të bashkohen të kisha, dhe pastaj shkojnë kisha të shkojnë të Kobo Hall për votime. Arsyeja është se disa njerëz ndoshta u duket për tonë është larg, mund të shkojnë. Apo kupton. Edhe tash është edhe koha e keqe, dimri e njerëz janë do të më shumë, domethënë votimi ka shumë të bëjë me këtë gjë. Edhe i sugjeroj të gjithë shqiptarët që sa më shumë të organizohen, të dalin në votim për këta njerëz tanë. Dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, këtu kemi aktivistin e njohur të komunitetit, Joseph Dedfukaj, avokati mirënjohur, i cili është në këtë event për të mbështetur kandidatin për senator në shtetin në Lansing, në shtetin në Michiganit, Rinis Nushaj. Pyetjet tona kanë bëjnë me ju si aktivisti mirënjohur i komunitetit. Çfarë duhet bëjnë shqiptarët që të jenë më aktiv në politikën lokale dhe qendrore? Shqiptarët duhet të ndihmua këta kandidata që janë shqiptarë, me regjinë shqiptare, sepse këta përzemërsisht e dinë situatën tonë, dëshirat tona. Si mundesh me komunikua me shqiptar tu, nuk mundesh me komunikua me asnjë kohë tjetër. Edhe spakut i tunë gjatjeta domethënë se shumë të rëndësishëm. Këta e dinë edhe ato problemet tona lokale, edhe ato problemet tona federale. Kështu që për mendimin tim, tanë shqiptarët që janë në shtetin e Michiganit me këtë vit, 2026, kanë shans dhe potencial për me bën një gjë që është aq e fuqishme për ne, si shqiptarë, jo vetëm këtu në Michigan, po në 4 anë të botës. Një përfaqësues në Kongresin Amerikan, Robert Lgjuraj, kemi atë shans. Duhet me mbështet financialisht, si për shembull sot jem të me bën një fundraiser për Rinis Nushaj, pram kem bën një fundraiser për Suzana Shkreli, edhe më parë kem bën fundraiser për Robert Lgjuraj. Kështu që duhet me mbështet këta kandidat, sepse e mendoj që
zbashkut mujnë me pas një peshë të ranë për drejtat tona në shtetin e Michiganit, në mënyrë federale edhe botërore. Kështu që sonde, po të thëmë, jem këtu për Renisi Nushaj, Renisi janë shumë i meqim, advokat, të 3 kandidat janë advokatën, janë njerëz të meqim, nuk kishin me kanë advokatën mos me pas atë aftësi. Këta ka një disa ide shumë të mira, megjithse për shembull 2 prej këtyne kandidatëve janë demokrat, një është një republikan, barabar të 2 partit duhen, sepse prej idejave partijake ose idejave individuale dalin zgjanat e mira. Kjo pse nëse merren në mënyrë njerëzore. E di se tash kohës fundit, ndoshta diku 15-20 vjet kanë pas këto parti pak më shumë egersi sa kanë pas historikisht, edhe ajo është më jo gjithë e mirë, sepse atër futen i nadet partijake edhe për popull nuk del gjë pozitive. Gjithmonë ideja e qetë diçka pozitive. Nga ana tjetër, ju keni qenë prezent, keni mbështetur edhe kandidat amerikan historikisht tu në shtetin e Michiganit, po shqiptarët kanë ngelur të zgënjur nga zgjedhja e tyre. Kësaj here kemi të bëjmë me shqiptarët, është diçka më tepër, është diçka më me zemër, më patriotike, por natyrisht të synojnë të zgjidhin probleme që ka komuniteti shqiptar, por dhe komunitetet e tjera. Si e shihni involvimin e komunitetit shqiptar në këtë mes? Involvimi i shqiptarëve në këtë moment është i ndryshëm. Pse? Sepse Roberti ka lind në Amerikë. Suzana Shkreli ka lind në Amerikë. Këta 2 kandidat janë Amerikanë. Megjithse me akshyr emnat e tyne, mbi emnat e tyne, e shihet se janë me origjinën shqiptare. Nuk e di se si kanë me pas potencialin me atë aspektet të kandidaturës tyne, se këta, megjithse Amerika duhet me pas diskriminim, mund të jetë një parë diskriminimit gjatë votave nga Amerikanët e Michiganit. Sa ka me pas pesh ata, nuk e di, por me çka shohet, sot për sot, ata kanë fushatën shumë të fortë, më thënë Robert Dyzjura e ka fushatën e fortë, kandidati që janë kundërshtar e ka emnin, adin Mike Bouchard Jr., Mike Bouchard si sherifi i Oakland County, ai mund të fitojë diçka në bazë të emnit, por se sa përqinë nuk mundet kur kush me ditë, adin, por Amerikanët e di se kur shkojnë me votua, problemi është kjo, për Robertin, kur shkojnë me votua, shumë herë nuk i njohin njerëzit që janë në ballat. Kështu që ai emën që u tiglon ose që u shkon ndërmet, ajo ka një indikim edhe të zgjellin edhe me gjithë se s'din fare se kush është ai ose prej çka reprezenton.